Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm atë madhrojmë dhe vetëm për ndihmë dhe falje kërkojmë. Vazhdojmë me tutje në lidhje me ndikimin e emrit Allahut El-Hayy në jetën tonë të përditshme. Dhe sikur që e përmenda dhe ndëruar në pjesën e parë të kësaj ligjërate, mjafton për një rob ta një Zotin xhallahu ala me këtë emër që subhanallah mos i nda turpi nga vetja e tij kur për ballo të xhallahu. Nga se gjithë emrat e Allahut azza xal, ndërruar që më duke i mësu. Qoftë emrat El-Hayy ose emrat e tjerë. Padyshim se sharimi i tyre, komentimi i tyre është i rëndësishëm, është interesant që ta kuptojmë drejt atë që po thuhet, mirë po mendoj që tërë kjo e merr kuptimin edhe më të duhur kur kemi parasysh për kë bëhet fjala. Për shembull, nëse do të ishte tema për turpin dhe do të sjellnim shembull e një njeriu që është i turpshëm, po nuk e njohim. Vetëm themi se është njëri që kështu është i turpshëm. Vetë fakti që po flitet për të mirë do të na bën një farlloj dashurie, respekti ndaj këtij njeriu pse nuk e kush dim kush është ky apo. E pastaj që të shkojmë dhe afrojmë themi po ai është i vendit ton. Fillon pak dinat e pak më ndryshe, po. E kur themi se është mesin ton, e kur themi se është në rrethin ton, e kështu më radhë kur themi ja ky është apo. Apo sa më shumë të afrohet dhe sa më shumë të dim për kë bëhet fjalë, aq më tepër merr kuptim edhe ajo që kemi folur për të. E çfarë të përmendja kur gjitha këto fjalë që i tham sa turprohet e kështu ti kthen zbrasta, të mbulon e kështu me radhë, e kush kur themi Zoti i gjithësisë, ai që është i pavarur, ai që nuk ka nevojë për askënd, ai që gjithë kanë nevojë për të, çfarë kuptimi merr kjo atë pe anës tonë në raport me Allahun xhallahu ala. Prandaj me të vërtet rob të varfër sikur sa na e të nevojshëm për Allahun xhallahu ala, këto tema domosdoshmërisht duhet të kenë ndikim në tyre në jetën tonë vazhdimsi. Prandaj në qoftë se kuptojmë drejt turpin, jashtë kornizave të ngushta që kemi futur nga e kaluara, turp është marrë i kemi na 4-5 sene marrë tjetër janë halal. Apo dalim pe kësaj kornizat ngushtë, pe kësaj ngulfatje të kuptimeve, në kuptimet e gjëra të Islamit, në horizontin e gjerë të kuptimeve të koncepteve që na i ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë padyshim se me të vërtet gjithë ato që u përmend në hadith, kush prej neve nuk ka problem me syt, e me vesht, e me gojën. Kush prej neve nuk ka problem me mendimin nganjëherë vezveset ato. Gjithë kemi probleme me këto punë. Kush nuk ka problem me barkun, kush nuk ka problem me atë, me këtë që ka problem. Kush nuk ka problem me përkujtimin e vdekjes, apo a kemi të rregulluar mirë këto, po funksionon mirë kujtimi i vdekjes, apo kush e ka të rregulluar mirë përkujtimin e xhenetit, dhe kush e ka të rregulluar mirë mos lakmin për këtë dunjë nga se e ka ngop përshkrimi i xhenetit dhe s'ka më mundësi me lakmu. Apo në endime të uritur, në endime të etur, ende nuk na ka ngop që duhet xheneti. Apo s'na kanë ngopë që është duhet, nuk na kanë shujt etin e lakmis për këtë botë lumejt në xhenetit. Ende. Edhe pse janë përshkruar se ka lumej nga qumshte, lumej nga kjo, nga ajo, megjithatë, ato rrjedhin, ne ndëgjojmë që rrjedhin, për fat keqësisht, lagështia aty nuk lag zemrat tona aftën. Lagështia aty nuk lag porët dhe damarët tonë, nuk lag, ende janë të thara, apo ende do të na bën përshtypje uji kësaj bote, qumshti kësaj bote kështu me radhë, apo prandaj, çka i bën të lakta këto damarë, që mos të lakmojnë mo, e shfrytëzojnë këtë begati, por jo me lakmi, e shfrytëzojnë këtë mirësi, por jo me pangopsi, sigurisht sot shfrytëzohet fatkeqësisht çdo begati, apo sot njerëzit janë të begatuar shumë krahasim me përpara, po shumë janë të pangopur se përpara, apo shtimi i begative nuk i kanë ngop njerëzit, shtimi i begative dhe mundësia që të kenë bollëk, nuk u ka fik lakmin, përkundrazi.
As njerëz që na kanë më lakmiqar, as njerëz që na kanë më të pangupur, as njerëz që na kanë më pasabër, apo për shembull përpara njerëzit për me e konstruar diçka që është sprov. Në çfarë niveli të varfisë është dashur me ra? Bajegi poshtë, apo. Bajegi poshtë. Nëse neve për shembull na lëviz zemra me sprov të varfisë kur cënohet luksi. Apo dallim shumë i madh. Dallim shumë i madh. Andaj neve na duhet një diçka që na shtym përpara, na lëviz nga ky pozicion që po na me të vërtetë po na ngulfat, po na pengon. Dhe ne pam se selefi e kanë përdorur turpin në mënyrë efikase për të shtyr përpara, për të larguar nga ajo gjendje pa lëvizshme. Nga ajo që Allah thot në këtë botë, ma lekum idha qila lakum, çka puna juve? Ka thonë ashabë para mëna. Ashabët pejgamberit sa ka ka thënë për ta. Çka puna juve kur ju thot infiru fi sabilillah? Asni rrugt të Allahut, dini luftë, shpenzoni, japni mundin. I thaqaltum ila al-ard, ju kanë lidh kom për tokë. Çfarë më kanë? I thaqaltum, veç shpreha është e rënë. Thiqal është muronu, apo e ska shpreha jeni rënu. Apo po nga rendimi jeni lidh për tokë. E raditum bil hayati dunya, a jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote? Shikoj çfarë komunikimi hynor me ata që krejt që kanë pasi kanë lënë për Allah. A jeni rënua? Çka ju ka rënu? Ju ka rënë dunjaja për mi, ju ka rënu. S'po lëvizni për para. Andaj dua të them që neve na duhet diçka që na lëviz Allah. Na fatkeqësisht jena kanë njerë me disa fusha, disa zona, disa koridore që nuk kemi duke lëviz si duhet përballë asaj që Zoti po na begaton, po na jep mirësi shumëta. Mësime, informata, gjëra të ndryshme, begati të lloj-llojshme. Apo edhe asnjë informat njëri mos më pas. Veç begati që na I ka dhënë është dashur me kon më mirë njohës apo. Hiç mos më njoft Allahu Azza Jall. As nuk e njohim me këtë emër as më as dim, as s'kena pas mos I kur me ditë apo. Apo veç begati të shumta që na sillen vazhdimisht, që asgjë nuk na mungon, është dashur që kualiteti I adhurimeve të jetë pak më ndryshe apo. E lëre më kursoj kështu të dija gjërat e tjera kështu më radhë. Do thotë diçka po na mungon, diçka si duhet duke lëviz. Atë na duhet një forcë shtytse që të lëviz nga ky pozicion, nga pozicioni I dembelisi, plagështisë, I një lloj pajtimi me realitetin, apo një lloj mos sfidimi, si bën për ti, ja kallzon na për shkak mundë me lexu 3 orë për Sufjan al-Thawri rahimahullahu ose për Auzain ose për tjerë, edhe nuk sfidon absolutisht çka ka bëu. Mashallah. Na çdo rrim. A nuk të provokon çka ka bëu ky njeri? A nuk ta ngacmon një farë, po them kushtimisht, edhe në kuptim pozitiv një farë inatë të brendshëm, çka ka bëu, çka ka pas ky që ti se bën Allah. Apo ata janë sfidu. Ta bënd kur kanë për ashabin sfidu. Pse e kanë ditë që larg është kjo punë, ama s'paku s'rin diferent. Nuk rri komën mi kom. Sikurse e dini Abu Muslim al-Khawlani e tjerë, ka rri kom të vetë, kanë çu Allah që dashë ti. A kujtoj që Abu Bekri ka Allah e ka me inxhenata, te dela kanë mushtyja vëllai. E ka ditë që larg është kjo punë me Abu Bekrin, ama s'paku mos i rahat. Andaj ganer pyetëm me vërtetë nerin vetë në vetë më pyet nif. A ka diçka në nefs që provokon baninat më kon por gjëja. Inat ne kem dikun tjetër fatkeqësisht, për punë dunjes, për punë tjera, çatje me inat e kem. Ja, më ka thon kurçja, pse se ki inatën që shtet me Sufjanin prapë. E me atë tjetër, pse se ki inat pozitiv. Që është ti s'ke pas as se ke pas ç'te ke bu? Sufjan al-Thawri rahimullah për me kërku hadithe e thot, sikur se ke përmend. Disa herë apo I ka ndodh urinën me e pi. Urinën e vet e ka pi në shketin, duke shku një hadith me kërku të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pas kem nevojë këtë punë me bëu. Nuk kem nevojë atë me bëu, kështu më radh. Mi po tash kë sakrificë këtij njeri në rrugt të Allahut azza xal. Sa duhet më provokuar na? Për shembull, ai u shku ka bë ton këtë rrugë të madhe, e ka bë ton këtë rrugë gjatë, e ka bërë ton këtë sakrificë, e ka bërë me ngu një hadith.
Apo? Mirë. Na s'podën din këtë nivel me kon sfidimi, apo? Po spaku për me kon të rregullt, për shembull ndonjë ligjërat, ndonjë mësim, me përfituar nga ajo që thuhet e kështu me radhë. Ne dua të them që na duhet një fut shtycë të ndëruar ato. Shikoj njëri kom tunet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sepse një ajet ka ardhur, edhe Allah po të kush? Unë çullova çaty. Allah po ajet të çaj, po ta çon ndërmend. Po du me ty me i barq, edhe me inshallah dikush mirë është kjo. Dua të them që duhet ta them këtë s'pëj që me e mërtu, këtë lloj ndjenje të indiferent, apo këtë lloj ftofje, apo që fatkeqësisht s'ki me çka me nxe, as ajet, as hadith, as fjalë selefi, apo pak, shumë pak lëvizje, shumë pak një shtyme të vogla, apo kthehet mbrapa apo. Sikur se njëri i cili kom t'i ka me një vend, ke që lëvizë është trupi pak përpara, si të lot ajo pas kthehet që ti ku kom. Se kom që ti kanë met. Na çështë lëvizëm na drejt ahiretave. Trupi lëviz ka përpara, apo duke që të shku përpara, ma kom që ty në met. Apo që ata si lodhet pak përpara, apo kthehet në gjendjen stabile të qetësisë të rahatisë që ka pas më herët apo. Andaj turpi pe Allah të zgjerë të ndërtoj që na të lëviz. Është marrë pe Allah xhelalu ala ton këto që mundësisht i ka me ngua, me mësua, me ndëgju, me me të pet aty njëjtë, kom me të njëjtin vend, që 3 vjet njëjti mentalitet, që 5 vjet i njëjti kuptim, që sa vjet i njëjti i not. Te kur mo? Të njëjtat fjalë, të njëjtat probleme. Te kalojmë vëlla pa tu ball mo. Mjaft një nivel i njëjtë i gjërave, i çështjeve, i kuptimeve. Kaloj këtë çështje mo. Sikur që kam përmend shembull nga vetë ina, për shembull, është marrë ka herë, vallahi, një nasihat me përsit 20 herë aftë. Vetë vetës vetë të tjerë aftë. A ka nevojë njëri, sikur se na ndodh shpesh herë aftë. Me thonë njerëzve, në xhami mi thonë njerëzve. Mos vazhdurëm se dikush të u fal. Allah është marrë me thonë këtë fjalë Allah. Atë njëri gabon një herë, falë se kom harruar. Ama gjithë njëti gabim, te kaloj Allah këtë punë. Te kaloja, du të me ditë se në vendet publike ku jemi, nuk jemi veç vetë. Apo, do të me kuptu njëri se qëtësia që i duhet ati, i duhet edhe dikuj tjetër. Prandaj, rregulloj vetën tonë. Qetësoj vetën tonë. Ose veprimet të tjera, sikurse në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka ka ndodhur. Një transmetim është 2, s'ka më shumë. Një herë ka ndodhur, 2 herë maksimumi. Një njeri orë në xhumë, edhe ka fillu me kësy misafat njerëzve. Pse ka pa atje më përpara çprast, edhe kanë ka shku me pa, ka dosh më ofru me pa fytyrën e pejgamberit, ka pas arsye, se larg. Për që ta ka më ofrua, i ka përse, ullë balë më i shtecove halkun. Ullë se i tranove njerës, në hytë bëukon. E ka ndërpej hytëpën me unë njerin, balë më. Ndërso, të na, çështja e kalimit safave, mikokat njerëzve është për dishmëri. Apo? Do të them që, shembull konkrete, ka të shumë ta mos flasim për gjuhën tonë, për raportet, për disa probleme që zakonisht duhet më të kalu do gjëra, më pjek. Sikur se imi pik, për shembull tash, s'luan më me të punë që kelu kërkon fëmia, ballë më. Marrë me të pa dikur minutë me atë punë. Nëse në Islam halalym në me çdo sa të njëjta, si fëminikur na kon. Te kaloj do punë pjek olla, është një moshë e caktuar, i ke bëu do vjet në Islam, duhet mu të kalu disa gjëra, apo mu pjek pak ma ndryshme me këtyre gjërat. Me një pjekuri pak më të lartë. E kush na pjek? E kush na shtyn? E kush na motivon? E kush na lëviz? Marrja, turpi. Turpi e ka një material që e përdor me na shty. Cili është material dia? Apo kush e vendos në lëvizje dijen? Turpi. Që është marrësh ton këto zoti më ka mundsu ose sikur se përmend ato. Andaj më do na duhet me kuptu drejt këtë gjë. Edhe të na vjen marrë për do punë që i bëjmë nga herë ose që bëhemi shkaktar për sa probleme të caktuara e ku është ajo me çka duhet na më marr sot atë.
A janë sot musliman, xhamati muslimanë, këtë askush po përjashtohet. Prej hoxhallarëve deri te poshta thotë. A jemi në nivelin e duhur të sfidave problemeve që ballafaqojmë me to? A është pjekuria e një muslimani sot përballë problemeve që ballafaqohet me to? Absolutisht apo. Absolutisht apo. Ana sigurisht thotë një pediatër bashkëkor thotë ai që mediton në probleme që ballafaqohen muslimanët, edhe në hajgare që ata i bojnë gjatë ditës, apo e shehët se këto probleme janë këtë dikujt tjetër, këta si kanë këto të lasha, apo. Të din që atë ka plu, të din që përësijet ka rami supe. Omer ibn Abdulazizi, dhe në ruar, Omer ibn Abdulazizi, kër e ka marë përsi për halifatin, e ka pa se përbalë të përësijet, e ka pa përbalë qëfar të shëgjimije të rani ka rami supe. Diçka që me gjako la, me mund do la, një shtet që formu me mund të madhë, që nga mundi pejgamberi e ashabëve me radhë i ka radhë të ashti, kjo përgjec. E ka pa që i ka thonë gruz vetë Fatimës, që ka qenë vajzë e Abdulmelik ibn Meranit. I ka thonë gruas ti Fatimës, burrët, pejsat, do të ka marrë dhe që ka misu për të ti, që nuk ka mundësi me ndihmu asë kush në këtë rukë për Zotit madha. Ketë mu që ju s'mune me ma gjitë dorën, kur, veç Allah më një moftë, për këtë punë të madhe që ko marë, andaj nuk e di tash raporti jam me ty qësh është. Nuk e di kur ka me mëra hise me nejtë me ty, nuk di. Prandaj nga koreksia ime ndaj te është, prej sot e ki me zgjedhë, nëse dënë, i e lirë për mishë këtë baba. Dhe në këtë gjendje, i gatshëm, grunë me nda, kësa që përësia është e madhe, kom frikë që s'muna me bashkua. Ne imi larë kësa përësia, por dua të them që mos i thuj ti grus, as gruaja burrit, mos i thuj kështu ta thon, jo. Po thuj nefsit tan, thuj epshit tan, thuj gjumit tan, thuj komoditetit tan, thuj rahatis tona. Çore do të lash në kanë rrobën. Pe sot nefs pak më ndryshë. Ma vonë tani mirë me ty. S'kam vak me lutë thon. Sigurisht apo i thush fëmis. Ai s'di fëmia, ç'a din nefsi ç'a problemi apo. Ne do më kënaq. Apo edhe fëmia nuk din i thosh, ja tash ma vonë pak, ma vonë. Tash kena një problem. Tash jam punë. Andaj, thuj nefës të kërë pak më vonë, se kena do të lashe tjera, kena do punë tjera, s'kena vak të nefës më hongër për këtë parfunë njëra. S'kena vak për të punë njerë, ma vonë. Andaj, gjithë që e ka shkaktu pej konflikteve me zvete, nefësi, ma vonë, s'ka vak njëra. Gjithë sen që e ka shkaktu pej dembelive nefësi, ma vonë, thuj. Gjithë sen që e ka shkaktu pej lakmive nefësi, ma vonë. Marrë është, pej Allah të azogjela po, që me jetu sabaja kësham me një lakmi muslimani, fatkeqësisht, apo në sabaj akşam lakmon telefon. Qysh me bo për? Ndërsa xheneti e thirr sabaj akşam ku je? Kjo më ne që duhet me na provoku. Andaj edhe këto fjalë shumë tjera, thuaj vetes tonë apo. Thuaj vetes, fali vetes tonë, a nuk ka marrë? A nuk ka marrë ti? A din ti ushtari kujt ti? A din ti? A din ti namën kujt po thirrsh? A din? A din? A din ti se cilit karavani përket? A din? Sikur se ka thoni Ibn Qayyim rahimullah. Për një rrugë, ti që je nis, dhe një qëllim që ti po e synon me arrit, Nuhi 950 vjet ka hije kapton. Ndërsa Zekaria është nda me sharr me Jahjen bashkë kapton. Apo ndërsa është shqetësuar në maksimum dhe është keq trajtuar dhe është dhunu Musa alayhi salam. Apo ndërsa e dini çfarë i ka ndodhur Isa alayhi salam dhe dini çfarë i ka ndodhur Muhamedit alayhi salam. Gjitha këto. Andaj kur ka ardhur ja ayyuhal mudaththir. Kretu oti mbulum. Se ka lënë Allah rahat. Para pejgamberit se ka për shembull me ardh Iqra goditje. Kjo është goditje e madhe. Lenja 2 muaj ditë më rehabilituese ka psu stres. Kur e ka pa Xhibrilin, çfarë kur e ka pa Xhibrilin? Le tash 2 muaj ditë stres, ka trauma, duhet më qetësu pak. Jo, si u shku te Khadija, pik sa i mbulum. Xhibrili ka shkuar pas se kalon. Çu. S'ka tash stres e trauma, ka përcjell këto krejt. Apo prandaj i ka thonë ja el mudaththir. O ti mbuluar, ngritu. Dhe posa i ka ndodhur kjo, kur i ka ardhur, çfarë ka thonë? Pejgamberi Khadijës i ka thonë radhiyallahu anha, i ka thonë
Madha waqtu an-nawmi ya Khadija. Pas ka përfundu periudha e gjumit për mua Khadija. Mor fund matë. Tash gjumi, e ushqimi, e do punë tira, kanë me konë mendi orar tjetër, tash e ndryshe, nuk janë mu, apo flajna mas këti vakti, shkojmë rrim dikon në qaj, pim, kur këthejmë, këshyrëm në lajma dhe qka bim, flajmë, kësi rregullimi s'ka mu, apëtan. Tash s'ka mu kështut, me kësi agenda ka ndru, ka ardhe qka që e ka thy këtë agenda komplet, tash o pak më ndryshe. Andaj me gjitha këtu, ta godasim këtë konformitet që na ka plu gjithve, apo këtë lloj rahatie. Nga se sot musliman fatkeqësisht jetojnë jetë kompromisi me këtë. Mundon veç mos ma apo ikum bojna sa të ka mundsi, a mundet veç mos na prish rahatia që e kemi apo. E kam frikë që kjo ikje ka një fund dikun, apo se Allahu refuzon, ligji i tij nuk lën kështu apo. Andaj më mirë është në u pregadit, më ne të gatshëm me atë që kanë të tjerë, apo për të vazhduar tutje, se sa me të qupe i gjumin e tërmet, i sprohet saktuar, e me të gjithë në pijama. Nuk ka mirë tani. Nuk ka mirë se problem, nuk dirë, a mu vesh, a me dalë rrugë që ashtu, me dalë marra, apo, e tani bëhet problem. Prandaj, turpi për Allah të gjellë, duhet që të ne e përmirëson gjendjen, ne e kthen vullnetin, ambicien, ne e kthen seriozitetin e pjekurin, e duhet ta kemi të gjithë, vllazën edhe motra, të gjithë, edhe të vllazënit tonë, edhe të motrat tona, në nivel tjetër i muhabetit, në nivel tjetër i komunikimit, apo në mënyrë tjetër e raporteve mes vete, ndryshe, në respekt pak më tjetër, në kuptim pak më ndryshe. Mjaft politikave, mjaft lastimeve, mjaft dyftërsive, hipokrizive, mjaft. Ti kthehemi sinqeritetit. Ti kthehemi originalitetit, ti kthehemi asaj që jemi, që ta jemi. Apo s'ka nevojë për reklamas, për shitjes, për kurrë. Nëse është marrë për Allah xhallahu ala që me të vërtet një besimtar të ketë nevojë apo t'i bën politikë vëllezërit vetë musliman apo. Është marrë për Allah azza xhall që një musliman të shtirret ndryshe para tjetrit edhe të ruhet se ky tani del thotë ç'është ka bëu kjo vëllazë. Apo kërkojmë në neja tona me gjithë tona të ketë një lloj originaliteti, një lloj thjeshtësie dhe modestie. Pa ngarkesa. Apo pa shtirje, pa reklama. Nga se Allah xhallahu ala na don çfarë jemi ne. Qysh do që ti je? Ama çështu je? Po që tenton të përmirësosh atë rregullosh atë përpara. Prandaj gjitha këtu bëjmë pjesë në turpin ndaj Allahut azza xhallahu ala. Prandaj edhe gjendja jonë që e kemi bën pjesë në këtë që e përmenda. Dhe le të na lëvizë në këtë pozicion. Çdo kafshat që e fut në gojë, çdo ajër që e thith, çdo liri që e gëzon, çdo respekt që e ki, çdo luks që shfrytëzon, gjitha këto, le ta kenë çdo shfrytëzim i negative, le ta kenë një thirrje. Asu gjë morë. Ti improvizoj këtë thirrje. Apo improvizoj këtë thirrje, çdo begati që shfrytëzon, le ta ketë shfrytëzimi i begatis një thirrje. O musliman, çfarë që ka dhënë Zoti? Çfarë që ka mundsuar? Çfarë kush je? Çu ku je kon? Çu ata që je kon me ta ku me çu ku jor? A nuk ka marrë? Vazhdo pasaj me tutje. Kjo turp le të mundson që të lëvizësh nga kjo gjendje, nga ky fakt, që padyshim unë e di që nuk është situata e errët, apo ka gjëra të mira alhamdulillah, ka përparime, po a janë këtu në konform me kohën? Një punë që dikush dosh me kryen një muj ditë, e kryen mas 2 vjetë, e kryva, po është vërtet, që dikush shkollën 8 vjeçare, e kryen mas 15 vjetë. Mashallah, ka krysa i, kryma është, po është pak si marrë me ka du që ke kryse. Apo, që kjo problem. Edhe na do të meta inshallah hekum, por pak si marrë me thonë që valla një problem banal, thjesht, apo në ka ujtë një 20 vjetë me heka, edhe një 200 dersa. Të hekën inshallah bidnillah, inshallah Allah na bë rahmet të hekum. Po pak si marrë me një postë, kur vjen një më e madhe se na duhet, dhe s'kem ymër çaq. Nuk kem jetë na që çdo problem që kemi, thjesht na duhet ka 10 vjet me heka. Allah duhet të punë e pren, edhe jes përpara. Pendikimi të këtij emri ndëruar, të emrit El-Hayy, një të përditshme është se Allahu xhallahu ala e urren përhapjen e gjërave të këqija dhe të ndyta,
e urren përhapjen e gjërave të shëmtuara. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala ka kërcënuar me dënim të dhimbshëm ata që e përhapin të keqen dhe kanë dëshirë të përhapet e njëjta në mes të muslimanëve. Nga se sikurse e kam përmend atë kam në Allahut e-Sitir, atë kam në Allahut el-Hayy. Allahu xhallahu ala e dan turpin. E turpin nën kupton mbulimin, turpin nën kupton moralin, nën kupton derin, jo të kundërt në saj. Prandaj nganjëherë edhe të foli për disa gjëra që shpeshherë edhe ndodh të banalizohen fatkeqësisht. Nuk janë pjesë e këtij morali dhe këtij turpi që po flasim ne për të. E që jo rrallë ndodh që musliman mos kanë kujdes në gjuhën e tyre, në muhabet e ulta që bëhen, do thotë qoftë mes në mashkujve për gjinin tjetër ose për shkrimet e duhura që bëhen ose muhabete të kota, të thjeshta, e kështu me radhë nuk janë pjesë e muhabeteve këtu në këto. Wallahi ashabët e pejgamberit nuk i gjen kurr të bëjmë ato që kanë folë për grafton. Apo qoftë në hajgara ato. S'kan folë për të punat të kurrë apo. Prandaj ndodh nganjëherë ato që musliman të binë këto muhabete. Qoftë të folën në mënyrë të hajgaras apo për ta marrë grunë e dytë, grunë e tretë, banalizohet të bëra të gjëra, ma tepër kalojnë në epsh dhe kalojnë një farë shfryrje, një kujt i çfarë iluzione që ai e ka, që realisht ka të bëjë me realitetin e dëshirën e tij ose me mundësitë e tij ose gjëra tjera të përshkrimeve të ndryshme në emër të ndoshta po them ati iritimi që ka pretu nga ajo që ka po jashtë, fillon tash me përshu, ish dal kështu, ish bëu kështu, e pa kët, e kështu me radhë, nuk janë këto mohabete të burrave që bëhen, nuk ka edukat e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E njëjta edhe ka mundësi më ndodh tek gjinia tjetër apo. Prandaj edhe kur ndodh një marrë, një turp, duhet edhe ajo me marrë më u trajtu, jo pa marrë. Prandaj sikur që e kemi përmendur disa herë, rasti Jusufit alayhis salam me atë gruan. Ajo është më të vërtet një shembull i madh për neve se çysh duhet na me bë muhabet për gjëra të ndryshme mes vetave. Një djalë i ri në dhomë i vetmuar me një grua të bukur që po e thret të kryejë një akt amoral me të. Dhe po vjen situata deri në afërsi të madhe. Të shikoni si Allah e përshuan atë. Wallahi të lexon surën Yusuf edhe nuk lëviz epshi atë. S'ka të bëj me epshin. Edhe pse është akt e psharak. Ta kemi dy gjinive për një akt që provokon epshin. Megjithatë, është njëri i smut mundet kur lexon surën Yusuf na udhë billah, mu provokoj epshi atë. Të lexon surën Yusuf dhe të sot imani. Të lexon surën Yusuf dhe mahnitesh me nderin e Jusufit. Do sa bëhet fjalë për përshkrimin më intim të mundshëm mes dy gjinive. Sa dikush ka erë ka thënë subhanallahu diçka ke thjesht apo edhe provokon epshin diku tjetër apo ose imani diku tjetër. Ai të kujdesshëm se si po sillemi, si po flasim, si po transmetojmë, si po prezantojmë, që këto janë ato që kanë të bëjnë me emrin Allah xhallahu ala. Gjithashtu edhe ndoshta të folët për ndonjë tmet mes të muslimanëve. Po, ajo që thash më herët, dhe ata që e kam thonë vazhdimisht, dhe duhet ta themi për të prezantuar një realitet që simi të kënaqur me të, me vetveten tonë, simi të kënaqur me këtë realitet. Duhet ta përshkruajmë, po edhe këtë me mas. Apo por jo që nganjëre do të thotë të futen në disa detale banale, apo të disa problemeve të caktuara që e zhgënjejnë muslimanin, e dekurajojnë muslimanin, si japin hapësirë, as nuk japin shpresë për të ardhmen atë. Për Allah xhallahu ala urran që të përhapet e keqja në mes të muslimanëve. Nëse din se dikush me dikën nuk është në rregull, mundohu me përhap pajtimin, jo me përhap ngatërresën. Nëse din se dikush ka rënë në një mëkat, mundohu të bësh një ambient përshtatshëm për pendim, e jo një ambient ku motivohet njeriu me bëj gjuna. Nëse përhapet gjuna e dikujt, edhe gjuna e dikujt, kjo përhapet çfarë ambienti na ofron neve? Ambient të lehtësimit me rënë gjuna. Po ky ora, ajo ora, do thotë që aty diku njëm, nërsa kur dihet se është ambient i ruajtur,
kur dihet se është ambient i kujdesshëm, atëherë kjo na bën që ne gjithë jemi të tillë. Prandaj nganjëherë ndoshta përshkrimi i diçkafit, bartë i diçkafit mund të na bëjë që mos të jemi në përputhje dhe mos të jemi në koordinim të mirë me atë që quhet turpi. Allahu xhallahu ala është i turpshëm dhe e don turpin. Andaj sikur që është bujar dhe e don bujarin, dhe sikur që është i mëshirshëm e don mëshirën, andaj është i turpshëm, është haji dhe e don turpin. Dhe turpi është sikur se ceka ndaj Allahut te xhel, por është edhe turpi ndaj vetvetes. Njeriu duhet mu turpun nga vetja e tij, që të ketë respekt pak më shumë vetja e tij tek ai. Nga se disa gjëra që njeriu i bën vallahi, gajera, fjalë që i thot, sjellje që i bën, madje vetmi kur është, apo e tham fillimisht turpi pe Allahut te xhel, po ndaj vetvetes, a nuk gjen marrë pe vetes me nënçmuet në këtë drejtë? Me radhë këtë shkollë, disa sjellje që njerëzit i bojnë shoqëri nga njëra. Në rregull, turpi ndaj njerëzve ka çështje të diçka. Po marrë pe vetvetes mi ardh se çfarë gjendje ka, çfarë fjalë po bën, çfarë sjellje po bën kështu më radhë. Prandaj ti kur lexon për turpin e srivit ndaj vetvetes, ti çuditesh deri në cilën shkollë ata kanë dalë me kon turpshëm. Në cilën shkollë ata e kanë ruajt nefsin e vet. Te ka fundit çdo njeri duhet ta ketë kënaqësinë vet, jo me demasin, po kënaqësinë. Prandaj sigurisht e keni të një rast në Hindit. Ai ka qenë i dhujtare. Hindi gruaja e Busuen ka qenë i dhujtare. I dhujtare ka qenë. Këti kanë pas halal. Dihet morali i dhujtare, dihet çfarë morali kanë pas. Apo tash para menaje din këtë shkollë, kur baba me djali i kanë rrugrata, pëton. Qështu ka qenë mushrik, pëton. U dek baba, trashëgimi i keq që ka pas, i ka me djalit bashkë me gratë e babës. I ka trashëguar me gra, me keq që ka pas, i ka trashëguar. Qëta e kënë mushrik të Mekës, pëton. Prandaj, si mentaliteti është rritë Hindi, i dhujtare u konë. Me që thatë, jo këtë kategoria është një qështut. E ka qenë me një kënaqësi pak më të posaçme, ka se ka qenë gruaj lirë. Dhe kur ka ardhur adon besën pejgamberit për Islam, se mos me bëu shirk, mos me shpif, ka thonë mos me bëu zina, e ka qiu dorën. E tezni al-hurra, që është gruaja që ka dinitet, gruaja që është e lirë, nuk ka robnesh. Robneshe, shërptore, argate, ato bëjnë gjithçka. Po gruaja e lirë, gruaja që ka, ajo s'bën zina. Kur i dhujtare s'ka unë e paramenu, si a lej vetës taj më ranë këtë regjene. Një përshkak shoqnis. Po përshkak të vetës, apëton. Andaj edhe mushit e Mekës kanë rajt. Ta kanë rajt për Zotin, kanë rajt për pejgamberin, pëse s'rajnë për të shka. Mi po kur Ebu Sufjani ka pyet Herakliu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë? Ka thonë laula al-ma'arra, mos më kon marrja turpi, apo se ngjitet për mua, për veten time. Se kum rajt, kësha me rajt qëta është për ta, pas ban. Kur se ka ngua ta aty, apëton. As se ka pas popullin vetë me vetë, apëton. E dhujtanë ku mushiku kone s'ka rajt, Allah. Sot muslimonit të rrenë, sy e mësy. Edhe pik marrë se ka për këtë punë, apëton. Që s'vje marrë për Allahot e për muslimane, as s'vje marrë për vetës tonë me rajt si musliman. Me mashtruhe kështë më ratë. I dhujtarë, mushrik ka qenë, s'ka rajt. E ka pyet për armikun e vend, luft kanë qenë. Ka zënë për ta. A ka mujtë më thonë që s'ka ma i keq, na ka bo mos vet, na ka vjedh parët, ka mujtë me rajt për ta, ka mujtë. Ka me marë, nuk ma bon shpirti me rajt. Qfar shpirti ka pasa i dhujtar, nat e dit një karon sejt dhe idhullit. Pa ka është një karakter njerëzor është një burni, apo që të kevullin nuk ka të baj kryesisht edhe me kuptimin fetar. Në sikur se ka një bëntime, rahimullah, ka do vepra që njëre dhe pa iman largot për tyjnë, apëton. Ka njerëz që s'ka nevojë me kon iman, ai s'vjedh vëlla, po çish me vjedh më burr, a vjedh njëri. Apo ose ka njerëz që nuk të mashtron. Nuk të mashtron. Edhe s'është me iman që duhet, nëse s'falet, po nuk të mashtron ato. Se si ja bën karakteri i tij, i vjen marrë pe vetvetes, se ti i vjen marrë me të martuar me të rrejt. E ku duhet me kon besimtar atë për ballë tyre? Nëse ai me një karakter të tij të njëllosur me gjunohe, të pandërtuar në iman, apo i vjen marrë me e njollos edhe me njoll tjetër të radhës,
atër na që e bartëm një besim zemrat tona, apo na që e përmendëm një Allah me gjuhë tona, na që po tentojmë të adhurojmë me zemrat tona Allahun xhallahu ala, a nuk duhet të jemi më turpshëm përballë këtij karakteri dhe kësaj brendësie tonë për ndonjë mashtrim ose rën eventuale ose gjë tjetër të paturpshme që e bën dikush për neve? Andaj turpi vetvetes, respektoj veten tënde ndaj më koni respektuar. Wallahi shumë njerëz që ankohen se nuk e respekton gruaja, nuk e respekton fëmia, apo e sheh se problemi kryesor është se ai se ka respektuar vetën vetë mas pari. Mas pari s'ka vlerë vetja ti taj. E tani kur për ty s'ka vlerë vetja jote, as tjerë vallë nuk çmojnë apo. Apo kur ti nuk e çmon mallin tën, e kush do të më ta çmuo vëllai? Apo kur ti nuk dhimbet e jotja, pe kujt pret më të dhimbet? Ti duhet më dhimbë më shumë ti. E tu të dhimbë ti shumë, i dhimbet edhe të tjerëve. Pse? Valla fort ju dhimbke. Fort e ka rujt. A ke pa kur e keni mall që shumë e run, kujdes shumë për te, po qen duhet më të prish. Edhe tjerëve ju dhimbet. Pse? Pse ty tu ka dhimbë shumë. E ka rujt shumë një me, na u ka dhimbë se e ka rujt shumë aftë. Ose dikush që e ka dikën, thonë e ka dash shumë. Pse s'ka kurrë i dhimbet, pse ty tu ka dhimbë shumë. Andaj dhimbshmëria, respekti, nderi, çmimi, i çdo gjë që e kemi fillon nga vetja jon. Ti çmoj veten tonë, pastaj tjerë. Qëse na e baltosim fen ton, e njollosim fen ton, serujmë fen ton, apo çfarë sinjali japëm tjerëve? Me na respektua? Jo, Allah, pëtën. Ama ti respektoj fen tonë, e sheh pasaj që vretë respekton të jopëtën. E kështu me radhën. Prandaj, turpi që përlasë bërta, edhe me Allah në gjallë levala, por edhe me vedvetën në Allah, me vedvetën. Edhe me këtë turp me vedvetën, mundemi bagi shumë me lëviz për para. Përsëri edhe një virtyt nga koha e idhujtarisë. Kanë sjell disa prej baktive në Mekë. Dhe kanë thënë, duhet me i therë, me fillu me i therë, apo ai që është më fisniku i Kurejshve, apëtën. Më fisniku i Kurejshve. Ka thonë Hindi, burrit e saj Ebu Sufjanit, e ka pasë Ebu Sufjan burr. I ka thonë, nëse ti si therë, s'kam më burr, apëtën. Shiko, marrë dikush para teje, me dalë me i therë, apëtën. Me këtë marrët mrenshme, asgjë marrët dikush tjetër me kap në dorë thikën me i therë, ku jeti? Shiko, e ka provoku me ti! Kush jeti Ebu Sufjan? Ti mos me kuna i pare që bën këtë punë? Andaj, shiko, marrje e mrenshme, karakteri, s'ma lejon mu dikush me konë me mirë se unë, me konë për para meje, me konë, edhe kjo, me pas një marrë njëri, pëse ko gale, apo, dikush sa duhi një islam, edhe ajo hi para bajegi do kuha, ajo që sa duhi, edhe ka mësu Kur'an, edhe të gjvit, edhe shumë se ne ka mësu, edhe lexon para ti shumë bukur, mashallah, që ka një, po ti, as ta këthen kjo mashallah i të heq, këta, me do vetë zonë pa, ti askine i marrët mrenshme, asje marrët pe i vetës tonë, që kush të hinë islam, kur do të hinë të nëzën. Andaj, marrja ndaj vetës. Qoftë në punë të mira, po qoftë në punë të liga. Nuk ka marrë me bo këtë punë? Që ka thonë një sufja, ma adhe Allah, nërë ka sojnë me bo këtë punë. Hinë hu rabbi, a më ka eduku, më ka rritë, më ka bëhonë me bo këta, s'ma len karakteri kur këtë punë me bo këta. Marrja për vetës. E bën njërin që tjetë i sjellshëm, i kujdesshëm, din që mosil për balë tjerëve. Dhe pa dushim në turpi tjetër turpi për balë njerëzve. Me pas turp njëri, se si posilet, që po fletë, të ketë turp para të tjerëve, se në qëfar gjendjert e kështu më radhë. Prandaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke përmend në këtë hadith të transmetuar nga Imam Ahmedi rahimullah, se turpi për njerëzve është virtyt, nuk është si fatësi. Dikush ka erdhët, pasi Allahu po më pshet, më sheh hallë koptën. Ja, gabim është këtë thënë japtën.
Ti nëse Allahu ta ka mbulojë vetes tona ato. Mos i shfaq publikisht gjunahet. Nuk po them që njeriu të i pakujdesshëm në vetmi. Po nëse bën gjuna në vetmi, po mundohesh me u luftu, spaku mos ja vështirëso vetes pendimin me publikim gjunave apo. Nga se njeriu për sa ka gjunohin veç në veti, edhe lufton me u pendu, ma let e ka, se kur të marrë vesh tjerë. Se kur pëlqet cipa e marrës, apo, të një mund njëri s'ka për çka mu pendu. Apo, madje nga njëre gjunohi bëhet një material për autoritetet dikush apo. Hajtë kalzon që ke bëj ullet, kalzon tonë ngujnë, hajtë kalzon gjunohi, ata keshin, edhe kur mu pendu kë njëri? S'ka motiv, nga se ka plas cipa e turpit. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, turproni nga Allahu, sikur që turproni nga i vjetri juve, ose i dishmi për juve. Po për njerëzve që ruhesh, është një fjalë turpë, është një fjalë respekti që duhet ta kemi përballë njëri tjetrit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se kullu ummati muafa, i tër ummeti jam do të falet. Të gjithë vallahu a fal mëkatet. Përderisa ata i kanë të fshehura dhe përderisa ata mundohen me u pendu nga brendia tyne. Illa al-mujahirin, përveç se ata që publikisht i bojnë gjunat ato. Nga se vallai kur pëlqet cipa e turpit ndaj njerëzve, dhe njeriu pa marrë fillon me bojë gjuna publikisht, atëherë kjo është një shaj se larg është pe pendimit ato. E kanë pyet kush janë ata që publikisht o i dërguar dhe bojnë gjuna? Kush janë këta njerëz? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu e bën mëkatin natën e Allah ja ka mbulu atë mëkat. Nërsa i qonë sabaj thot njerëzve, amiltul barihate keda vë keda, pram natën qështu ja bona, qështu ja ktheva, qështu bona, qështu më radh, apo nërsa e bën mëkatin ditën, Allah ja ka mbulu, a e qohet natën i ka thonë njerëz që ka bo, që kjo është ai që publikisht i bën gjunat, dhe që kjo është ai që pa marrë i publikon mëkatet e tij dhe si pasojë e kësaj largohet nga mundësia që Allah xhelalu ala t'ia fal mëkatet e tij. Andaj vëllëndruar, turpi, sikur se kanë fillim, është një motiv, është një shtëfor shtytse që na shtyn drejt kryes obligimit në çdo kush që kemi. Sot për shembull s'ka forcë as shoqërore, as nuk ka presion shoqëror fatkeqësisht që të ketë respekt ndërsjell. Përpara për shembull njerëzit edhe pa dasht, apo s'ka pas çare pa u kujdes për prindet e tij. S'ka pas çare se u kon marrë përpara, don ka pas do marrë të prumë këre, apo po kon marrë për njerëzve përpara për shembull që mundopi prindve. Marrë u kon. Edhe pse ka pas nevojë mundësit kanë qenë, s'ka pas me ta, megjithatë u kon marrë. E presioni shoqëror i ka marrë njerëz në dhunë. Edhe pse fetarisht mundo s'ka të keqe, përkundër mund të jetë ndoshta edhe më efikase, më dobishme. Por po domethënë presioni shoqëror ngare që imponon një mënyrë të caktuar të jetesës, e imponon. E mos flasim për punë tjera që i ka imponuar marrja asaj kohe. Sot kësi presioni shoqëror për marrë s'ka optën. Apo sot shoqëria nuk të bën presion për marrë. Apo çish do musil. Por megjithatë besimtarin kuptimi i turpit që e jep emrin el-Hayy e bën që fillimisht të ketë marrë ndaj prindve të tij apo çish po sillet. Apo ka se fat keq sot fjalori i fëmijëve përballë prindve të tij është fjalor i rrugëve, fjalor i filmave, fjalor i degeneruarve, fjalor i të paedukuarve, apo qoftë në thirrje, qoftë në mënyrë të sjelljes, qoftë kështu me radhë, ose përballë më të vjetrit, ka humbur respektin që ka qenë përpara. E sikur që na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo se nga madhrimi i Allahut është më respektuar që është zbarë në Islam apo. Apo me respektu njëri më të vjetër është madhrim dhe Allah xhallahu ala. Dhe nga madhrimi i Allahut është respektimi i njerëzve të dijshëm. Nga madhrimi i Allah xhallahu ala është respektimi i njerëzve të devotshëm. Prandaj t'ia kthejmë marrën vetes tonë ndaj të tjerëve edhe në respektin dhe kujdesin dhe nderin që duhet të kushtojmë të tjerë. Dhe gjitha këto kuptime thash dalin nga emri Allah xhallahu ala el-Hayy. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam turpin e ka konsideruar bazë të fuqishme prej bazave të imanit. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el-imanu bid'atun wa sab'una shu'bah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
Imani është 70 e disa deg, ndërsa turpi është pjesë e tij apo. Turpi është pjesë e tij. Por kur flasim për turpin, dhe për gjitha këto që i thash, nuk duhet të keq përdoret dhe nuk duhet të keq kuptohet. Andaj turpi nuk duhet na pengoj që ta themi të vërtetën. Turpi nuk duhet na pengoj që të këshillojmë njëri tjetrin. Nga një disa njerëz thonë për shembull, e ka pa dikon më të vjetër, ose e ka pa dikon më të dijshëm, ose ka pa dikon që ka respekt për te, që e ka bën një punë që s'duhet ose ka ndëgjuar për një tmet ti kështu më radh, apo? Dhe çka bëjmë na? Vënse me e thy cipën e marrës në këtë rast, dhe në mënyrë të edukuar dhe si duhet me shku me e këshillu, flasëm në tonën, kur pse s'bësh po më marra me shku taj. Po vjen marra aty më thon sy, as po vjen marra 200 sy të tjera më ja përmend metën, çfarë marrë është kjo? Kjo është kontradikt. Kjo është kontradikt, kjo s'ka të bëjë me marrën. Por edhe marrja din të deformohet. Edhe turpi deformohet, keq përdoret. Prandaj nuk duhet marrja ndaj dikujt dhe respekt ndaj dikujt na pengon që ta këshillojmë. Edhe pse këshilla pastaj duhet të ketë formën e vet të duhur, konform personin që jemi duke e këshilluar, por megjithatë nuk duhet më na pengu. Nuk duhet më na pengu marrja për shërimin e hakut. Apo veçanërisht për shembull ata që janë prind dhe fëmijët mund të jenë moshën madhore ose edhe në shkollë ose kudo qoftë, tash ballavogjë me gjëra të ndryshme. Apo e jo për shembull përpara njerëzit, nënat, vajzat e tyre ende në kohën para të futën në moshën madhore, i ka mësuar për shumë gjëra. Edhe pse sot i mësojnë udhës kudo qoftë, apo por nuk zaventësohet roli i prindit. Për çfarë arsye sot ka probleme në jetën bashkëtorë? Pse nënat nuk i përgatitin vajzat si duhet me kongrua ata. Nuk ka këshilla. Nuk ka mësime. Por çfarë ka? Ka stimulim dhe nxitje për rebelim të vazhdueshëm dhe mos nënshtrim. Apo çështoj edukuan. Dhe ka herë ndoshta ai takimi i jetës bashkëtorë më shumë ta qenë madhe si takimi i haxhilerëve të xhameratet përpara. Apo kur në shku, tash jem të në luftë. Shku me gjujt gurt, apo mirë po e kam para përgatitur se këtu ja kimë shkel, ja kanë me të shkel. Apo këtu e ti me gjujt gur, ja kanë me të rëdzu, ja kemi rëdzu. Ja kanë me ta qel kryt gjak, ja kemi qel kryt gjak. Zgjedhë cilën po ki qef. Edhe agjia kur para përgatitur se është para këtij fronti të madh, apo e ka shtrënguar hramin bajag i mirë, apo e ka përvili hramat, apo edhe hin me grushta. Pse po sill haxhi, më mirë se këta mu. Andaj që shtot edhe gruaja hin jetën bashkëtorë. I thuhet, ja ti aj, tash zgjedh, ja ti ki me mshoja e këmë të msho. E tash kur hin jetën bashkëtorë për një fjalë, s'qalon e këtij për fillim, me reagim, ka dal, ma qetë, se s'to të bo luft për pushtet të, apo, se këtu e ndame këto gjëra, s'ka nevoj me luftu, kush ka më vetë të, se kjo është e caktume, ka caktua Allahu Azza Jall, në familje s'ka luft për pushtet, as nuk votohet për këtë punë, s'ka vota, as ndrohet pushteti mas 4 vjetë, jo, Allah e ka caktu kush vetet, se kjo punë ka marrë fund, e ka caktua Allah kush e ka këtë përësi këto, kjo punë ka marrë fund, na jemi veç ekzekutim, na s'kem këtu më kurgjë. Apo, andaj edhe tek çështja e djalit. Apo, nuk mësohet ai, ka jetë martuar avantur. Apo, hala, është i martum. Hala, fëmijë ka, hala vallahi sjellet fëmijëve i kapën. Nuk din se ka dallos, ja di që keni ngru të shtëpia. S'është më vakti kafeve dhe shëtitjeve, apo harxhit parë poshtë për pjet, tani s'ka për gjëra elementare. E tani lyp borx, e shka a ki përsi, pjeku. I e burr ki familje. Nuk është më situatë që qenë për para. Apo na jargonin popullor, kur rafsha mos vrafsha. Tash vrash, bajagi keq vrash, më ra keq. Se ki përsi. Edhe në dynjë vrash, po edhe në heret vrash edhe më keq. Qase ki përsi për ballë grus tonë, për pasurinë tu, në pjeku. Andaj gjitha këto vëruar bëhen ku njeriu këshillohet. A nuk je turp me lon fëmijë kështu ose gruan kështu të vet? Turpi është ai që e përmirëson gjendjen. Dhe gjithashtu të për asaj që, domethënë, ka të bëj me keq përdorimin e turpit, apo ka të bëj
ajo që është pyetja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka konsideruar turp asnjë pyetje që kanë pyetur ashabët e tij. Përderisa ka të bëj me fen, po përderisa e ka një farlloj amballazhimi korrekt, apo po janë disa pyetje që janë intime, janë probleme personale, nuk i ç'më i thon. Por mundohu bile spaku sa më mirë me i formulu, sa më me pet këtë turpet me i formulu, por mos ne pa vet. Nga si Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu ka thonë, 2 vetë s'mune me marrë dije kur rapëtën. Kush në ta? Me ndje madhi. Unë e me shku atyja? Unë e mundja atyja? Ja, marrë qëfar rapëtën. Me ndje madhi s'merë dije kur. Edhe kush? Ajë që turprohet, turp pa vend. Po vjen marrë tash mundjë, apo po vjen marrë me hi, po vjen marrë me shku, po vjen marrë ndilmë s'ka, marrë ndije s'ka. Duhet me vetë për atë që duhet. Ka se këtu Allah ka inna Allahe la yastahi. Këtu Allah është turprohet. Apo e këtu nëse Allah është turprohet, atë asnjë më marrë me vetë. Andaj çka e ka vetë asat pejgamberi sa. Gjithë çka ka vetë apo. Për gjëra të ndryshme, por krejt i kanë pas në kuadër të fesë. Na e shkelim shariatin se na vjen marrë me vetë atë. Apo prandaj nuk duhet turpit na pengon nga mësimi i hakut. Nuk duhet turpit na pengon nga mësimi i të vërtetës. Por duhet turpit na mëson çish me vet. Po, kjo po. Turpit mëson çish me vet. Ama turpi nuk duhet me të pengu atë që duhet me vet. Është e qartë? Këtu do të bëj dallim mes dy gjërave. Prandaj turpi është, çish ka thonë pejgamberi, khairun kullu. Është e tërë mira. Ai që ka turp veç mirë ka. Ama turp të kuptuar drejt fetarisht në suazët e duhura fetare, e jo turp i cili mund të deformohet ose të keq përdoret, nga se atëherë nuk është më turp, por atëherë mund të jetë ndoshta poshtrim, mund të jetë nënçmim, mund të jetë gjithçka, por turp nuk mundet me qenë atë. Ne turpi në kuptimin fetar është ajo forcë shtytse që të shtyn me i kry obligimin ndaj çdo kujt që i ki, qoftë në kuptimin e kryerjes së diçkahit ose qoftë në përmbajtjen nga diçka. Allahu na lutë që Zoti xhallahu ala të na mbulon të metat tona, dhe të përgjigjet lutjeve tona, dhe të na bën nga ata që janë të turpshëm në raport me Allahun xhallahu ala fillimisht, pastaj me vetveten dhe pastaj me të tjerët në përgjithësi. Me kaq po japim fund për sot, deri në takimin e ardhshëm sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.